Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Fillimisht do ta nisim me Donald Trump, ku edhe një herë tjetër ka vënë në pikpyetje një nga shtyllat e rendit perëndimor për praninë e Shteteve të Bashkuara në NATO. Dhe kjo sigurisht nuk është herë e parë, por sot konteksti është disi ndryshëm pasi me luftën në Ukrainë, me konfliktin me Iranin dhe mosbesimin në rritje për ata aleatëve europian, dhe pyetja mbetet tashmë është a mundet vërtet një president amerikan ta nxjerrë Washingtonin nga Aleanca Atlantike, dhe pikërisht për të diskutuar ditën e sotme kam të ftuar Rej Sheun. Rej, përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, Rej, për të ndalur pak tek roli i Donald Trump në këtë debat, i cili tashmë është disi thelbësor pasi ai e ka shprehur vazhdimisht skepticizmin e tij ndaj aleatëve tradicional dhe barës që mbajnë shubat. Mendon se kjo tashmë këto deklarata të Donald Trump janë një strategji presioni ndaj të gjithë aleatëve, apo kemi vërtet një ndryshim real të politikës amerikane? Tani do të kemi parasysh edhe mënyrën e bërjes së politikë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në që do të fokusohemi kronologjisë, përpara 3 javësh ishte traktati mbrojtjes në Muni, kur Rubio, sekretari amerikan Marco Rubio, bëri deklaratën që ne jemi bijtë e Europës, jemi fëmijët e Europës dhe do kemi marrëdhënie gjithmonë të mira me Europën. Ishte pak a shumë dhe në një formë qasi që ka ardhur momenti për të bashkëpunuar së bashku. Po të shikojmë tani Donald Trumpin ka një qasje tjetër akoma më agresive. Pra, praktikisht ne jemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një konflikt. Ku është NATO? Pse nuk po ndërhyni? Janë kritika të një pas njëshme të bëra nga presidenti Trump, duke filluar që përpara 2 javësh. Në problematikat që filluan edhe me Spanjën, i cili ishte vendi i parë europian i cili kundërshtoi pushtimin amerikan, sulmin amerikan. Flasim për vendin e parë të NATO-s dhe europian i cili bllokoi hapësirën ajrore ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi rastin tjetër që presidenti Trump ka shprehur pakënaqësi ndaj Emmanuel Macron, presidenti francez. Është një person të cilin e rreh gruaja. Kemi një deklaratë nga Keir Starmer, i cili direkt u shpreh që kjo nuk është lufta jonë, ne nuk kemi punë në Iran. Kemi një deklaratë tjetër nga kancelari Merz, i cili tha kjo nuk është lufta e Europës. Pra teknikisht kemi të bëjmë me një Amerikë e cila po ndodhet vetëm në këtë momente që po flasim. A sjell kjo problematik në NATO? Është tjetër çështje. Nga njëra anë, domethënë, nëse do të fokusohemi tek të çështja e mënyrës së funksionimit të NATO-s, do të kemi parasysh që NATO nuk është një aleancë agresive, por është aleancë defensive, është mbrojtëse. Pra në këtë moment që po flasim, është Amerika agresor ndaj Iranit. Kjo është narrativa e cila po ndjekin vendet europiane, duke shprehur që kjo nuk është një konflikt i cili na takon neve. Qartë, por Rej, përveç probleme ndoshta që do të sillte për NATO-n, mendon se një dalje mundshme e SBA-s pra nga NATO do të sillte ndoshta një goditje fatale për të gjithë rendin aktual ndërkombëtar? Një dalje e Shteteve të Bashkuara nga NATO do ishte katastrofë për NATO. Praktikisht mund të themi që NATO mori fund. Në qoftë se Amerika del, NATO merr fund. Do të kemi parasysh faktin që 50% e buxhetit të NATO-s, mbi 50% e buxhetit financohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se do të shikojmë muskujt kryesor të NATO-s sot, ato dominohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teknologjia e cila përdor NATO është teknologjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjeneza e NATO-s, krijimi i NATO-s, ideologjia e traktatit të Atlantikut Verior është pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se do të keni parasysh kriteret që duhen për të dalë nga NATO, e para është artikulli 13 i NATO-s. Artikulli 13 i NATO-s e ka shumë të kollajt. Mund të cili do vend antar mund të dalë nga aleanca. Pika parë. Pika dytë është vendi aleat i cili dëshiron të dalë nga aleanca, këtë kërkesë duhet t'ia çojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi themeltar i krijimit të NATO-s. Edhe pika e tretë është kërkesa për dalje nga NATO
duhet bërë një vit përpara. Pikat kryesore ishte lajmërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra praktikisht kërkohet që po supozohet që Amerika do të dalë nga pjella vet, nga krijesa vet. Kështu që teknikisht më jep përshtypjen që është diçka e cila nuk mund të ndodhi. Pra Amerika të heqë dorë nga investimi i saj kryesor. Është pak e vështirë për të perceptuar, kështu që jo vetëm për të perceptuar, po edhe për të arritur nga ana tjetër, pavarësisht presionit të cilët bëhen nga ana tjetër. Qartë, por Rej, se i përket edhe konfliktit për tashmë në lidhjen e mesme Iran, Izrael, SBA, mendon se vetë presidenti amerikan Donald Trump u fut pranë në këtë konflikt pa pasur ndoshta një plan të qartë për daljen nga kjo luftë? Shikoni, përsa i përket konfliktit në Iran, do të kemi parasysh diçka e cila është shumë delikate. Ta lëm parasysh, ta lëm më një anë çështje njerëzore, merremi vetëm tek strategjia e luftës e cila ka ndodhur. Po parashikohet, po supozohet një disfat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në asnjë moment nuk ka qenë disfat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi të bëjmë me një shtet i cili vazhdon ende bombardimet ndaj infrastrukturës së Iranit, ndaj objektivave ushtarake dhe objektivave ekonomike. Do të kemi parasysh faktin që Amerika në këtë moment ka thënë ne nuk po godasim infrastrukturën energjetike. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, ishte shumë i qartë. Mund t'u kthejmë në epokën e gurit. Dhe këtë gjë, fatkeqësisht Amerika e ka bërë. Ne si botë sot kemi shembull real të kësaj gjëje. Është Bagdati nga njëra anë dhe Kabuli nga ana tjetër. Vende të cilët Amerika ja ka treguar vendin. Unë kuptoj dhe sjelljen që ka Republika Islamike e Iranit. Po të referohemi deklaratës së presidentit Trump të zhvilluar dje, kishte disa pika. Një nga pikat ishte Iran bully of Middle East, do më thënë bullizuesi lindjes mesme, diçka të cilën Trump e ka thënë dhe më përpara. Përpos kësaj u mor me çështjen që Irani është vendi i cili financon proxy, military proxy, pra vendet të cilat zhvillojnë luftime terroriste. Pra teknikisht në sytë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi Ajatollahut është një regjim kriminal terrorist i cili financon krime kundër njerëzimit. Unë mbështet presidentit Trump edhe tek ajo çfarë bëri Hamasi ndaj Izraelit, pra sulmi terrorist, pra duke përshkruar financimin e luftës që bën Irani totalisht diçka jo ortodokse, e cila në thelbin e saj nuk ka goditjen e objektivave ushtarak, por goditjen e civilëve. Më po, përpos kësaj, u mor dhe tek çështja ekonomike. We have oil, tha. Kemi një marrëdhënie të mrekullueshme me Venezuelën dhe ne kemi naftë. Amerika nuk ka nevojë për naftë. Duke bërë thirrje vendeve europiane të cilët do të ndërhynin në Hormuz për të siguruar naftën e tyre sipas presidentit Trump. Përpos kësaj, ishte edhe shumë i qartë në deklaratën e bërë. Ne jemi të hapur për negociata. Do të keni parasysh që arma politike i cili do shteti është vendosja e negociatave në vend të parë, pa çka aftësisë që ka ky vend për të sulmuar. Duke pasur parasysh edhe regjimin e Ajatollahut, i cili është totalisht një regjim autoritar, presidenti Trump u mbështet edhe në faktin ne nuk mund të presim shumë nga një regjim i cili ka vrarë rreth 45.000 njerëz të vetët, duke u referuar këtu sulmeve të mëparshme të zhvilluara dhe protestave të zhvilluara në Teheran dhe në gjithë pjesën tjetër të Iranit. Pra, në konkluzion të gjithë kësaj situate, presidenti Trump ishte shumë i qartë. Ne jemi të gatshëm ta kthejmë Iranin në epokën e gurit. Në mesjet. Ata mund ta bëjnë këtë gjë. Faktet kanë treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë teknologjinë. A duhet bërë kjo, duhet pasur parasysh edhe ana tjetër e kostos humanitare që mund ta sjellë. Por të thuash sot që Shtetet Bashkuara kanë dështuar në Iran, nuk jemi ende në gjendje ta themi. Jemi akoma në fazën e absurditetit.
Por, pse nuk kemi një dakordsi re mes aleatëve për përfundimin e kësaj lufte? Përse përket çështjes së aleatëve është diçka e cila fare mirë mund të perceptohet në zhvillimin e kursit politik që ka ndjekur Europa gjatë gjithë këtyre dekadave. Kemi të paktën 15 vite që Europa qëllon e kufizuar nga krizat e njëpasnjëshme. Pra kriza financiare, ishte kriza e migrantëve, e cila vazhdon akoma thellohet edhe sot e kësaj dite. Po të shikojmë me detaje. Elementi kryesor i vendeve europiane është lufta ndaj emigracionit të paligjshëm. Është një situatë që ne kemi parë në Francë, e kemi parë në Britaninë e Madhe, e kemi parë në Gjermani, e kemi parë në Itali. Është një situatë e cila i ka dhënë më tepër frym partive të djathta për të ardhur në pushtet. Ky është halli i Europës. Halli i Europës është se si të ngrihet ekonomikisht edhe politikisht për të rikthyer në ato norma të cilat kanë qenë përpara shumë vitesh, të paktën flasim përpara gati 2 dekadave. Ky është halli kryesor i Europës. Përpos tyre shtoi dhe një luftë tjetër e cila po zhvillohet në kufi në Ukrainë. Prandaj në këtë momente çështja e Iranit për vendet europiane, të Europës perëndimore flasim, ato janë vendet të cilat kanë kapacitete ushtarake për të ndërhyrë. Shikohet si diçka periferike. Prandaj në këto kushte që jemi tani, këto janë pikpamjet kryesore të Europës, kurse Amerika nga ana tjetër e ka tejkaluar këtë gjë. Ka marrë një kurs politik totalisht tjetër dhe një lloj zhvillimi ekonomik totalisht tjetër, kështu që kjo është arsyeja pse Europa ndjet e ndarë dhe nuk është e gatshme për të futur në luftë. Pavarësisht se shikohen tendencat që gjithmonë do të ketë një farë qasje të vendeve europiane për të rivendosur dhe një herë në skakierën e arenës botërore. Siç kemi rastin e Gjermanisë dhe rastin e Anglisë nga ana tjetër. Por sa të rrezikshëm është Sherrej dhe hendekun tashmë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për mënyrën se si duhet të vazhdojë ky konflikt? Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli si aleat që janë të koordinuar në atë çfarë po bëjnë. Nëse do shikojmë qasjen, ata kanë pikërisht qasje policore në mënyrën e organizimit. Në anglisht është bad cop, good cop, polici mirë, polici keq. Po të shikoni, Amerika po thot ne jemi të gatshëm të hapur për negociata, por nga ana tjetër Izraeli vazhdon bombardimet. Edhe Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër nuk është se ka një qasje ndryshe. Po ti referohemi deklaratës së sekretarit të luftës, Pete Hegseth, ishte shumë i qartë. Jeni futur në përvrima nën tokë, do ju gjejmë edhe atë, nuk shpëtoni. Pra në asnjë lloj dimensioni, në asnjë lloj qasje nuk shikohet një tërheqje, as e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as e Izraelit. SBA vazhdoi me bombardimet, kanë sjell avionët B-52, që janë avionët e mëdhenj ushtarak. Po të referohemi përsëri edhe deklaratës së sekretarit luftës, Pete Hegseth, ishte shumë e qartë. Edhe vetë Donald Trump e tha, kemi 15 mënyra se si të pushtojmë Iranin, se si të zbarkojmë trupa ushtarake. Domethënë, nëse do flasim për luftë, Izraeli dhe SBA-ja janë gati, kanë qenë gjithmonë gati. Por ama, çfarë vlen të përmendet në modernitet, është aftësia që ne të negociojmë me njëri tjetrin dhe të arrijmë në paqe, pa çuar në shkatrim. Se po ti referohemi me shkatrimit, e kanë shumë të qartë. Të dyja këto vende, Izraeli nga ana tjetër me shërbimin e inteligjencës, me shërbimin sekret, me Mossadin, dhe Amerika me teknologjinë dhe armatimin, nuk e kanë për borxh Iranin. E shkatrojnë direkt. Po moderniteti kërkon negociatën dhe paqen dhe vendosjen e arsyes në fillim përpara se të eskalojmë në konflikt armatosur që mund ta shkatërrojë të gjithëve. E qartë, mirë, për ta mbyllur ndërkaq, kush mendon se do të mbajë përgjegjësinë nëse ky konflikt do të zgjatet për vite dhe sigurisht mund të dalë jashtë çdo parashikimi? Përgjegjësinë do ta marrë ai vend i cili refuzon paqen. Kjo është arsyeja kryesore pse vendoset paqja, negociata. Do të kuptoni një gjë,
po e rikthej në një lloj shembulli të njanshëm. Kjo ishte pika që shpëtoi Netanyahun nga genocidi në Gaza. Fakti që arriti të vënte një marrëveshje dhe marrëveshja u pranua nga vendet muslimane. Kur u pranua nga Turqia, kryesisht në këtë rast, e cila doli garante për zbatimin e armëpushimit dhe paqes. Ktu i lau duart Netanyahu. Dhe ndërkohë ne e dim që ajo çfarë ndodhi në Gaza ishte e tmerrshme. Që goditi jo vetëm anën ushtarake të Hamasit, po preku edhe civilët. Shpëtoi Netanyahu. Sot nuk ka asnjë akuzë ndaj Netanyahut. Flasim zyrtare për genocid. E njëjta gjë do ndodhi edhe me Amerikën. Edhe me Izraelin përsëri, dhe fajtor do dali Irani. Pse do dali Irani? Të Shtetet Bashkuara dhe Izraeli thonë ne jemi të gatshëm për paqe. Por është regjimi i Teheranit, është mojtaba nga ana tjetër që në këtë rast nuk e pranon dot paqen, sepse ata kanë një farë të drejtë. Ideologjia e ajatollave duke bërtitur për 47 vjet Death to America, vdekja Amerikës, duke sankcionuar në kushtetut shkatërimin e shtetit të Izraelit, e ka bërë të pamundur komunikimin midis këtyre dy vendeve. Edhe duke pasur parasysh të lloj qaste që kemi në këtë momente, është pikërisht Amerika dhe Izraeli do dalin fitues në fund. Sepse do thënë, ne ju ofruam paqen, juve nuk pranoni paqe. Edhe këtë thotë Donald Trump. Po të keni parasysh. Ne po bëjmë negociata. Rubio ka shkuar në negociata, po ndërkohë fluturojnë raketat në Iran. Qartë. Mirë, Rej, po e mbyllim këtu. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Grisela, faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistët, po e mbyllim këtu këtë pjesë të parë, ne do të shihemi pas pak në pjesën e dytë. Deri atëherë mirupafshim.